Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Në fakt dua të ndaj me ju një debat që ka kaluar normalitetin, përse Gjesti e zgjoi Eglin nga gjumi në atë formë. Gjesti po mundohet të lozën dhe të bën shaka, teksa po lante dhëmbët në tualet, shkon te krevati i gjumit edhe tenton që ta zgjon Eglin nga gjumi. Gjesti ja ngren dyshekun Eglit dhe Egli e mori këtë gjën shumë personale, do me thënë nuk është në gjendje që edhe të lozën sepse Gjesti ja gjeti të gjitha cigaret ndër dyshek. Prej këtij debati eskaloi në ofendime shumë të mëdha të tipi që unë nuk dua të të shoh me sy, je hipokrit, je mashtrues, je mashkull i poshtër, të cilin unë tash dua ta komentoj një për një diskutimin sepse Gjesti ka gjetur cigaret edhe në për dyshekët e tjerë dhe ka gjetur tek dysheku i Eglit. Do me thënë ka gjetur tek dysheku i Ozit edhe tek dysheku i Eglit dhe gjitha kjo gjëja bëhet për cigare. Egli këtë debatin me Gjestin, këtë diskutimin e ka marrë aq shumë personale duke i thënë që nuk më manipulon dot, dhe i thot e ofendon në mënyrën më të keqe të mundshme. Do me thënë, Egli nuk arriti do ta përballon këtë debatin dhe e nxori në personale. Gjesti i thot në gjatë diskutimit që patën, Gjesti po fliste me Gertën për Eglin që i ka thënë të heq negativitetin që ajo ka brenda vetes së saj, që do të thënë shpesh herë po e nxjerr, por Egli mundohet duke i thënë Gjestit nëse unë jam negative, atëherë pse më thua hajde fli me mua? Çfarë do akoma me mua pasi që unë i kam gjitha këto të zezat? Dhe i thot më pas Egli Gjestit mbylle se po lenam, s'të vjen turp, qënë ke i pa edukuar, dhe Gjesti i thot edhe ti je femër e pa edukuar, je femër zero dhe nuk dua të kem asnjë gjë me ty. Do me thënë, debati nuk e përballoi dot Egli dhe filloi që të përlotet jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Egli vazhdoi duke i thënë Gjestit që nuk dua të të shoh me sy, mos më fol, mu largo, je një mashkull qelbësir që mundohesh në të gjitha gjërat të manipulosh. Ti je një njeri manipulues dhe mundohesh të më denigrosh mua dhe mundohesh të përfitosh nga loja ime. Nga ky debati unë arrita të kuptoj që sado që ne të mendojmë që Egli mund t'i kthehet Gjestit, Egli është shndruar, ndjesinë e saj e ka shndruar në një urrejtje të madhe për Eglin, edhe nuk i kthehet në asnjë mënyrë akoma, po për vetëm se debati bëhet edhe më i ashpër se sa ne mendojmë, do me thënë, mënyra se si nervozohet, mënyra se si arrin në urrejtje që ka arritur edhe dje, më besoni është shumë e frikshme. Unë dua të marr mendimin tuaj në këtë video që sapo bëra, se pastaj do ta shoh debatin pikë për pikë dhe do ta komentoj dhe më gjerë, dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që Egli nuk e kupton edhe pak lojën e Gjestit dhe arrin në gjithë këtë inatin e madh sepse shumë lev, shumë urrejtje, Egli për një diçka shumë të vogël, pse Gjesti e zgjoi në atë mënyrë nga gjumi dhe pse Gjesti do me thënë ja gjeti cigaret ndër jogin të krevatit dhe filloi duke ofenduar pafund, saj që në kuptimin ti je manipulues, ti je mashkull i dobët, ti je zero, ti nuk ke edukat, ti je pashkullkurizore, do me thënë ofendime nga më të rëndat, gjëra të cilat kaluan edhe jashtë. Në fakt banorët po befasohen se si mundet një çift të ketë kaq shumë dashuri dhe të ketë kaq shumë urrejtje në mes. Tani Egli ose e do Gjestin shumë, ose ka një situatë që brenda saj dhe e do dhe nuk e do, herë do t'i jakmerr, do me thënë është në pikpyetje shumë të mëdha. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.